Gjesim. Mirëmëngjesi juve. Urime festa e Kurban Bayramit, juve në studio, shikuesve të Klanit dhe gjithë shqiptarëve. Ju falemderit shumë urime dhe juve dhe falemderit shumë që ndodheni pikërisht sot për të festuar, për të ndarë pak momente nga vendi më i shenjtë për muslimanët me shikuesit e Klan Kosovës. Është kënaqësi. Jo, në gjithashtu, falemderit. Atëherë, ju ndodheni atë tashe disa ditë, do doja dija më shumë se si është kjo si përvojë, si jeni duke i kaluar këto ditë dhe çfarë emocione jeni duke përjetuar për të festuar festën e Kurban Bayramit në vendin më të shenjtë për muslimanët. Sigurisht është një moment shumë i veçantë. Po e ndim veten si një pikë në mesin, si një pikë ujë në mesin e një oqeani të madh. Se gjithçka po shkon në mënyrë shumë mirë të organizuar. Ne kemi udhëtuar, domethënë, nga Lugina e Preshevës, jemi dikond me numër të haxhive afër 80 vetave, megjithëse kërkesa ka qenë për 150, por nuk kanë arritur që të marrin vizave për shkak të një kufizimi që Arabia Saudite tani më ka vendosur për të liruar vizat për ata të cilët janë pakica muslimane në shtetet ku jetojnë. Kjo nuk është me basinë islame të Kosovës, të Shqipërisë dhe të Maqedonisë. Por megjithatë, po them, kemi përshtypje jashtëzakonisht mira. Gjithçka është organizuar mirë dhe gjithçka po funksionon siç duhet. Mirë shumë, a keni qenë edhe më herët, apo kjo është përvoja juaj e parë? Po, përvojën personale jo, kam qenë më herët, po them drejtën nga viti 2012 nuk kam qenë në haxh. Pas vitit 2012 hera e parë që po vi, në aspektin e infrastrukturës shumë çka ka ndryshuar, në shtëpinë e bekuar të Qabës, kur u futa tani më vitin 2025, po thuj se asgjë s'kishte mbetur për sa i përket mënyrës së organizimit dhe infrastrukturës brendshme të jashtme, anës teknike, përgatitjeve për të shërbyer sa më mirë haxhilerëve. Mirë, na trego si është ndjesia të shosh gurin e Qabës për herë të parë? Shoni, them drejtën natyrisht për besimtarët, natyrisht të cilët e ndjejnë veten jashtëzakonisht shumë mirë kur gjenden para Qabës, sepse në aspektin e traditës islame dihet vetë shikimi i Qabës është adhurim. Jashtë aty në adhurimeve tjera, rrotullimit, leximit të Kuranit, faljeve të namazit Qabës, por kur e shikon Qabën si objekt, vetë shikimi i saj është një lloj ibadeti dhe një adhurimi, por shkak se simbolika është shumë e madhe. Simbolika është e unitetit, simbolika është e njësimit dhe me një farë mënyre në haxh njeri përjeton në Qabe, rrofime, te guri i zi, si që përmendet ju jashtëzakonisht mëdha, sepse të rikujton historinë. Me një farë mënyrë lidhet historia, lidhet bota toksore me qiellorën, lidhet fizika me metafizikën dhe njeriu pothuajse është në një ekstaz për besimtarin gjithë që po flas. Qartë. Mirë, dje ka qenë po ashtu një ditë shumë e rëndësishme ajo e Arafatit, e rëndësishme që konsiderohet edhe sidomos për ata që ndodhen në Qabë dhe janë duke kryer këtë obligim. Na trego pak, na përshkruaj se si është ky ritual dhe çfarë si ka qenë dita e djeshme për juve. Jashtëzakonisht ka qenë e mirë, jashtëzakonisht ka qenë shumë emocionale. Sepse, them drejtën, nga aspekti teknik tash po flas, ishte jashtëzakonisht e përgatitur, shërbimi ishte në nivel shumë të lartë. Organet e shtetit këtu po mundohen çdo vit të sjellin përvoja të reja në mënyrë që organizimi të jetë më i mirë. Kurse sa i përket aspektit shpirtëror, të gjithë besimtarët dhe ne u shpjegonim haxhilerëve që ishin me neve, sepse kjo është dita më e mirë e vitit. Në këtë ditë, domethënë, falen gjunahet. Në këtë ditë, Zoti, Allahu i lartësuar, krenohet para krijesave të tjera, para melekëve, sa ja shikoni robërit e mi, krijesat e mia, njerëzore, njerëzit kanë ardhur nga të gjitha skanjet e botës, të lodhur, të plurosur, dhe e dini se ata e kanë bërë vetëm një qëllim në mënyrë që të jenë sa më afër meje. Dhe nga tradita islame, ajetet të ndryshme, hadithe profetike të ndryshme, të cilët flasin për shejtrinë dhe vlerën dhe rëndësinë dhe simbolikën e kësaj dite.
Ne u munduam të spjegojmë haxhive atje, sepse fundi fundit ne kemi ardhur këtu për të kryer ceremoninë, kurse të jemi të vetëdijshëm se këtë bagazh shpirtëror, të cilën ne e fitojmë nga qëndrimi jon këtu në Arafat dhe në Qabe, e në Mekë, gjithmonë neve do të na hijen udhë dhe në punë vetëm atëherë pasi të kthehemi në vendet tona. Pra, haxhi fillon kur kthehemi në shtëpitë tona, në mënyrë që ne të bëhemi njerëz më të mirë për vetet e tona, për familjet e tona, për shoqërinë, për shtetin, për atë-dheun, për të ndërtuar një begati më të mirë kudo që jemi. Sigurisht. Mirë, kam mbetur edhe disa ditë apo jo? Dhe do t'i vje fundi edhe këtij udhëtimi. Edhe këtij udhëtimi shumë jashtëzakonisht shpirtëror. Jashtëzakonisht shumë brendslënc. Normal, ne të drejtën gje kemi filluar, pasi që par gje kemi bërë, domethënë, një jetë dhe gje kemi qëndruar. Tan ditën në Arafat, mbrëmë kemi zbritur në Kodrën, në vendin e quajtur Muzdelife, aty ku tradicionalisht i mbledhmi goralecët, dhe në Mina pastaj kemi kaluar dhe kemi gjuajtur goralecët e parë. Sot, dhe pastaj na mbeten edhe 2 ditë tjera, nesër dhe mas nesër, dhe kështu do më thonë e përmbyllmi ceremoninë e haxhit. Po me gjvim ne nga vendet e larta, pastaj, për shembull ne nga Lugina e Pleshevës, më parë kemi qenë edhe kemi vizituar xhaminë e profetit tonë Muhammed alayhis salam, jemi përshëndetur me to, kemi përcjell selamet ndaj të dërguarit tonë, kurse ka haxheler, për shembull vëllezërit tonë nga Kosova shkojnë në Medinë pasi ta përfundojnë ceremoninë e haxhit. Mirë shumë. Hoxh, kam dhe një pyetje me qenë se jemi edhe drejt fundit po ashtu dhe sigurisht që duhet ju lirojmë dhe juve keni obligime të tjera. A sa është e vështirë për besimtarët, sepse kemi pa që gjatë ditëve të kaluara kanë raportuar për një qytetar të Kosovës i cili ka ndruar jetë atje. A sa është e vështirë të kryen këto rituale? Ne e dëgjum ato dhe thëmë të drejtën emocionalisht të prekëm të gjithë, pavarësisht shtretërijës e këtëre vendeve. Megjithatë është shumë e vështirë, sepse vendi jot dhe guri jot peshon ma shumë në vendin tonë. Ne duam të vim, të qëndrojmë, të lutemi, por prap duhet të kthehemi dhe të vdesim dhe të varrosim në vendet tona atje. Dhe për neve ishte shumë e vështirë, ishte shumë e dhimbshme, me një farë mënyrë edhe luqet, edhe ngushëllimet të gjithja kemi përcjell familjeve të ndjerit nga Vushtrija, duke lutur Allahun xhaleshanu ve xhelaluhu në këto vende të shejta me që ka zgjedhë. Qartë. Të vdes këtu, inshallah Zoti xhaleshanu e ka shpërblir dhe e ka falë dhe e ka bërë prej banorëve të xhenetit. Përfitoj nga rasti përmes televizionit juaj familjes së tij të shpreh ngushëllimet më të sinqerta dhe inshallah Zoti jep forcë dhe sabër që të kalojnë këtë situatë. Faleminderit shumë që keni qenë së bashku me ne Hoxh Nexhmedin. Urojmë që të kaloni sa